Gjatë sezonit të kaluar janë shënuar rreth 12 raste të vizitorëve, të cilët kanë qenë të pashoqëruar nga guidat përkatëse dhe janë gjendur të bllokuar dhe në rrezik në ujërat e lumit Vjosa. Në këto episode, i pranishëm ka qenë Alfred Meshani, operator i turizmit për zonën e Këllcyrës. Gjatë një interviste, ai pohon se këto ngjarje evidentojnë domosdoshmërinë për masa të shtuara sigurie dhe infrastrukturën mbështetëse në këtë destinacion. Sezoni e kaluar kishte ndërim. Kemi ndërhyrë në të paktën 12 raste. Kemi ndërhyrë dhe ka qenë efikas, mjaft efikas. Presojmë që tu shërbejmë të gjithë dhe gjithashtu tu vim edhe në ndihmë në raste emergjencash apo se në raste aksidentesh. Falë edhe mjetit që ka cilësi të veçanta, është i vetmi mjet në Shqipëri prodhuar për zona të mbrojtura. Ka aftësi që të ikin në çdo lloj terreni. Ky lum, përveç bukurive të jashtëzakonshme që ofron, paraqet edhe rrezikshmëri të lartë, prandaj kërkohet një mbikëqyrje e vazhdueshme. Tani gjithë lumi për ata që se njohin është i vështirë, se nuk është një diçka me relief të njëjtë. Ka dall, ka gur, ka shpella, është i vështirë. Thjesht do kujdes, do dhe mbikëqyrje, sepse njerëzit e vinë nuk e njohin lumin. Fal bashkëpunimit dhe koordinimit mes emergjencave civile, policisë, operatorëve turistik, shërbimit zjarfikës dhe banorëve të zonës, është bërë e mundur që gjatë vitit të kaluar të ndërhyet në kohë dhe të evitohen situata të